Duke qenë se shoh që në aty CNN ke sjell disa informacione se ka qenë ngjarjes. Ishin disa pamje, pak pasi ka ndodhur atentati. Çfarë është zbuluar apo jemi ende në pritje të grupeve të hetimore të cilët janë duke kthyer të gjithë detajet dhe kamerat e sigurisë? Deri në këtë moment policia është një të informatorit, pra të vëzhguesit të objektivit të atentatit Gilmando Danit dhe personat tjetër të cilin mbeti i plagosur kur kanë mbërritur në aeroportin e Rinasit. Nuk ka të dhëna të tjera dhe informacione lidhur me ekzekutorët, pra ato që kanë pasur rolin e atentatorëve, që dyshohet se kanë qenë 3 persona. Skena Andrea është me të vërtet një sken filmi, thash në momentin pasi ka ndodhur preshëria e plumbave kur kanë qelluar paralel duke lëvizur me automjetin e objektivit, një nga autorët e ka mbushur armën e zjarrit live, ka zbritur nga automjeti dhe e ka mbushur armën e zjarrit pistoletën, si duke qenë në një territor si duke krejtësisht edhe në kur e zotron ai territorin, edhe pse poligon nuk i aq i lirë se aq i lirë sa të qellosh me nuk mbushet ashtu arma ose ke persona tjetër do vendosësh madje edhe personi tjetër që e vëzhgonte nga distancë shumë e afërt, vëzhgonte i qet, pa që përfundoi atentatin, mori tek i fundit automjetin dhe u largua shumë thjesht, kur kjo sken krimi ka ndodhur një nga getot që zotrohen nga bandat kriminale dhe jo një nga vendet më të sigurta siç është aeroporti ndërkombëtar i Rinasit. Jam shumë dakord me zotin Softa që duhen njerëz profesionistë të trajnuar për sigurinë dhe perimetrin e sigurisë të aeroportit të Rinasit, ku aty futen qytetarë pas një lloj kontrolli. Madje kanë pasur dhe komunikime me dëshmitarë okular, të cilët kanë qenë të pranishëm ku ka ndodhur krimi, madje kishin nga ato personat të cilët kishin qenë duke qarkulluar me automjet shumë fare pranë automjetit Toyota me targa greke, ku policia këtë të fundit e kishte ndaluar, i kishte bërë kontroll dhe automjetit tip Toyota që është përdorur nga autorët as nuk ka pas asnjë lloj shqetësimi, madje ka qëndruar i parkuar të pranë rrethit të aeroportit të Rinasit, ndërsa qytetarët të cilët lëvizin me familjet e tyre, ktheheshin nga jashtë Shqipërisë për të ardhur në Shqipëri, po lëvizin për të shkuar jashtë territorit shqiptar. Më shkruajti një person dhe më tha që më ndaluan, unë isha me rip sigurimi me gjitha, konform rregullave, më ndaluan, madje pash disa automjete të dyshimta, të cilat ishin pustëzi në xhamat e makinave. Kjo është automjeti i viktimave, është momenti pasi ka ndodhur ngjarja, është bërë shosh nga plumbat. Pasi është qelluar 55 kshoja janë gjetur nga deri mendoj që do gjenden edhe të tjera ditën e nesërmeve, do rikthyer sërish vendi i ngjarjes dhe kshoja të tjera të cilët do sekuestrohen. Aty vijon qarkullimi. Pasi sipas dëshmitarëve okular, breshëria e plumbave nuk pushonte. Ka zgjatur për rreth 1 minutë, duke qelluar në breshëri plumbash me Kalashnikov, është rikthyer sërish me armë zjarri pistolet, është bërë një sken filmi, një panik të gjithë kalimtarë dhe ato kalimtarë që sot janë gjallë i ka shpëtuar Zoti, duhet të falenderojmë Zotin. Imagjino ku kemi arritur që duhet të falenderojmë dhe do të rrim me shpresë nga Zoti që ta shpëtojë nga plumbat e përplasjeve të bandave kriminale, sepse aty mund të kishim një masakër sot, një tragjedi të madhe ku plumbat mund të prekshin edhe qytetar shqiptar, por edhe turistë të huaj, të cilët vinë në vendin tonë, dhe është impakti i parë. Aeroporti i Rinasit është impakti i parë. Ky është impakti i parë që ne i japim turistëve të huaj. Dhe del ministra sot që në Komisionin e Sigurisë që kemi pritur mbi 12 milion turistë huaj, se kjo është pritje që bëjmë turistëve të huaj. Për një të fatit, pas pak minutash ndodhi kjo ngjarje e rëndë. Madje unë sot në redaksi Andrea po përgatitesh, sa po bëja kronikën, po montoja kronikën, pasi si gazetar kronike. Të vritesh për një fjalë goja. Jo, një kronik tjetër, për të kthyer përgjigje deklaratës së ministres me realitetin, me terrenin. Si gazetar kronike i mbaj shënim të gjithë ngjarjet kriminale nga data 1 janar 2025 deri më sot, ku janë shënuar rreth 38 ngjarje kriminale. Dhe sot ishte 39 dhe 42 viktima. Ndërkohë ministri thonte live janë 29 ngjarje kriminale. Nuk e di nga i kanë gjetur ngjarje tjera, nga i kanë shpikur. Janë zbardhur, thoshte 95% të ngjarjeve. Unë t'i përmend një nga një. Vrasja e Bujar Nasufit në Tiranë nuk është zbardhur. Vrasja me atentat me territor para pak ditësh në Sarand nuk është zbardhur. Vrasja e Pjetër Kazës në Lezhë nuk është zbardhur. Vrasja e babait të Sidoroj Prendit nuk është zbardhur. Vrasja në Shkodër e 65 vjeçarit ish polic në Vaun e Dijes nuk është zbardhur. Vrasja 20 vjeçarit në Guci në Shkodër, i cili sapo doli nga oborri i shtëpisë, u vra me armë zjarri, nuk është zbardhur. Vrasja e Kristian Kolës nuk është zbardhur, e shumë të tjera. Janë zbardhur vetëm krimet në familje dhe krimet për motive të dobta ordinare, që edhe një qytetar i thjeshtë i zbardh me kamerat e sigurisë dhe i shes sepse nuk janë krimet të mirë menduara. Nuk janë të mirë menduara dhe mirë sofistikuara.
Diçka të fundit të zoti Avari që policia e shtetit mos shërbesi agjenci funerale për numërim viktimash dhe arkivolësh, por unë dëshiroj i them asaj ministres brendshme, jam dhe më i madh, madh edhe eksperienca e jetës më e madhe. Nëse do ta mbylli me dinjitet atë punë, duhet të kërkoj ta thresë atë drejtorin e përgjithshëm dhe t'i kërkoj të jap shifra zyrtare të sakta. Jo mashtrime,